Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Sot ndihesh energjik dhe gati për sfida. Mund të kesh një përballje në punë, por nëse ruan qetësinë, do ta fitosh me diplomaci. Në dashuri, një moment i papritur mund të emocionojë. Demi. Fokusohu tek financat sot. Mund të dalë një mundësi për të rritur të ardhurat, por analizo mirë çdo ofertë. Në marrëdhënie, kërko stabilitet dhe mos lejo pasiguritë të ndikojnë. Binjakët. Fjala jote ka peshë sot, përdore për të zgjidhur mosmarrëveshje apo për të frymëzuar të tjerët. Mund të marrësh një mesazh interesant nga dikush i largët. Dita favorizon komunikimin dhe udhëtimet e shkurtra. Gaforia. Energjia e ditës të nxitë të kujdesesh për veten. Mund të ndjesh nevojën për më shumë qetësi dhe reflektim. Mos u shqetëso për gjërat që s'mund të kontrollosh. Dashuria kërkon ndjeshmëri dhe sinqeritet. Luani. Dita sjell momente të bukura me miqt dhe ndoshta një ftesë për një ngjarje sociale. Në punë shfaq kreativitetin tënd, në dashuri mund të ketë një zhvillim të papritur pozitiv. Virgjëresha. Puna kërkon vëmendje dhe organizim, por shpërblimi do të vijë. Disa lajme të mira mund të japin një shtys të re përpara. Në çift është koha për të diskutuar për të ardhmen. Peshoria. Mund të ndihesh i frymëzuar për të bërë diçka ndryshe. Udhëtimet apo kontaktet me njerëz nga kultura të ndryshme do të jenë të favorshme. Në dashuri, mund të rizbulosh pasionin me partnerin. Akrepi. Sot ke nevojë të ndjesh thellë. Mund të përjetosh një moment emocional të fortë, por është mundësi për rritje personale. Mos u trem nga ndjenjat. Përballu me to. Një lidhje e vjetër mund të rikujtohet. Shigjetari. Partneritetet janë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimet mund të sjellin përfitime, por kërkoj qartësi. Në dashuri, është ditë ideale për të forcuar lidhjen apo për të bërë një hap të rëndësishëm. Britsjapi. Dita kërkon përkushtim në detaje dhe angazhime profesionale. Nëse i trajton me durim, do të dalësh fitues. Në shëndet, mos e neglizho trupin, bëj pushime të shkurtra. Në dashuri, kërko balans. Ujori. Kreativiteti yt është në kulm sot. Shfrytëzoje në punë apo në një projekt personal. Në dashuri, ndihesh më spontan dhe i hapur për eksperienca të reja. Është ditë për argëtim dhe shprehje të vetvetes. Peshqit. Ndihesh emocional dhe nostalgjik. Dita është e mirë për të kaluar kohë me familjen apo për të reflektuar për rrënjët e tua. Në dashuri, kërko lidhje të thellë dhe të sinqertë. Mos i fshin ndjenjat. Horoskopi në Top Albania Radio.